që një punë e palodhshme që e kemi po përgjatë 12 javëve stafi Interexit. Është një lojë që organizohet tash e sa vite, këtë herë kemi vendosur me emëru viti ëndrave të mëdha, për shkak se po besoj që kemi plotësuar shumë ëndra për shumë klientë besnik të Interexit. Shpërblimet të cilat VC i dham ka qenë një pushim all inclusive, një voucher vjetor për blerjen e Interex, një voucher tjetër vjetor për blerje të derivateve në Shell, 2 vouchera darti nga 5.000 euro, 3 vetura Renault Clio me kilometrar 00 dhe një banesë krejtësisht e re në lagje Prishtina e re. Sot ëndrat po vazhdojnë e po bëhen realitet. Një fitues i ri, i një makine të re, do të gëzohet sot, kështu që na, pafrohemi te Dioni, edhe Dion, hajde pes zgjedhim fituesin e parë të makinës Renault Clio. Fituesi i një makine Renault Clio 2026, krejtësisht të re, është Leo Trem Islami. I kemi edhe 2 kupona me i tërhek. Hajde Dion, po ndihmoj pak me Çelsa, vetë motivu edhe ma shumë. Fituesi i makinës së dytë Renault Clio 2026, krejtësisht të re, është Afrem Rama. Gati me përzgjedhë edhe një fitues të një makine të re? Hajde pegzojme edhe dikon, po të Dioni. Fituesi i makinës së tretë Renault Clio 2026 është Reshat Bajraktari. Kemi arritur tek momenti kulminant. Kemi me shpall fituesin e banesës së re në lagjen Prishtina e re. Dion, hajde po fillojmë. Fituesi i premisë kryesore të lojës shpërblyese viti i ëndrave të mëdha nga Interex është Edmond Shabani.